ata janë të gatshëm të ndihmojnë, të sjellin edhe më shumë dijenin e tyre në Kosovë, të sjellin edhe më shumë partner të tyre në Kosovë, të hapin edhe më shumë mundësi për rinin tonë, për njerëzit tonë që e kanë vendosur të jetojnë në këtë vend, të ndërtojmë këtë vend të ecin përpara. Por një prej gjërave të para që i duhet këtij vendit tonë është duhet gjendur forma të cilat mund të sjellin investime më shumë. Këto forma nuk mund t'i sigurojë normalisht dhoma tregtisë. Ne kemi vazhdimisht kontakte me shumë organizata, shumë shoqata që kemi partnere, qoftë të vendet e rajonit, kemi në Turqi, kemi në Gjermani, në Kroaci, në Sloveni, dëmon ka një rrjet gjatë madh dhoma tregtisë që tashmë ka krijuar për vite të tëra që qëndron në vendin tonë. Kemi shumë biznese që janë investim ose 100% ose ka dhe investime 50-50 ta quajmë kështu nga vetë mërgjimtarët tonë të cilët kanë ardhur mati. Domthon ne kemi tashmë praktika të tilla të sjellën në Kosovë. Bëjmë gjithkohën diskutime me ta. Ata janë të gatshëm të ndihmojnë, të sjellin edhe më shumë dijenin e tyre në Kosovë, të sjellin edhe më shumë partner të tyre në Kosovë, të hapin edhe më shumë mundësi për rinin tonë, për njerëzit tonë që e kanë vendosur të jetojnë në këtë vend, të ndërtojmë këtë vend të ecin përpara. Por një prej gjërave të para që i duhet këtij vendit tonë është duhet gjendur forma të cilat mund të sjellin investime më shumë. Këto forma nuk mund t'i sigurojë normalisht dhoma tregtisë. Dhoma tregtisë mund ta ndihmojë vendin, mund ta ndihmojë institucionet me praktika të ndryshme. Ne para rreth 2 javësh kemi pasur të pranishëm koordinatorin ton që kemi në Holandë një pej diskutime më të mëdha me bizneset atje. Atje bizneset nga Holanda janë goxha të interesuara për të larguar nga vendi atje shkaku i ardhes së një qeverie tjetër atje e cila duket se ka marrë disa veprime të cilat biznesit atje nuk i ka pëlqyer dhe kështu që ata kanë një gatishmëri. Koordinatori jon ka pasur takime të shumta atje dhe jemi në pritje të sjelljes disa prej bizneseve nga atje, po edhe vetë odën kryesore ekonomike të Holandës në Kosovë. Jemi të prit me shpresën se ndoshta mos po bëhen më shpejt edhe institucionet që ta bëjmë edhe një takim të drejt për drejt me ta për të gjetur mënyra se si mund t'i ofrojë Kosova më shumë themi kushte këtyre bizneseve që të vinë dhe të investojnë në vendin tonë, të bëjnë lokacion Kosovën, mos ta bëjnë lokacion dikën tjetër këto. Pastaj kemi diskutime të shumta edhe me diasporën, kishim të premten kemi pasur kemi qenë partner në organizimin e rrjetit të madh global të diasporës që mbajt në Prishtinë, ku aty u kanë bërtirë bizneseve. Kemi dërguar një numër bizneseve tona, pse më thonë hajdeni nisni diskutimet në takimet B2B, gjeni partneritet të mundshëm në mënyrë që ju të vini me gjithat përvojën e juve edhe ta sillni në Kosovë. Kompanitë që ekzistojnë në Kosovë të kenë rritje duke u avancuar edhe me themi teknikat e reja, qoftë të punës, qoftë me standardet e reja që i kanë, domon me gjithçka të kemi një bashkëpunim, të ndërlidhen më shumë.